Tani, kam i pyetje këtu, si ka mundësi që u tërhoq Bashkimi Sovjetik, por la 4 nëndetëse këtu? Ato nëndetëset ishin Bashkimi Sovjetik? Ato ishin marrëveshje të nënshkruara. Dhe ishin marrëveshjet e nënshkruara nga shefi shtabit tonë i përgjithshëm të saj kohe, me ata ishte e përcaktuar. 12 nëndetëse. 8 ishin dispozicion do rinë të dislokoheshin, vazhdimisht në Pashariman, ishin vetëm në favor të Bashkimit Sovjetik. Po 4? 4 ishin përbashkët në pronësitë të Shqipërisë. E kështu ishte marrëveshje. Po pse si laj? Pse si laj? Me 4 nëndetëse, çfarë ishte Shqipëria në aspektin ushtarak? Nuk mund të themi që mund të bëhet mbrojtje strategjike, po ishte një mbrojtje domosdoshme për një goditje të Sa kishte Italia në nëndetëse? Italia kishte më shumë nga Amerikat, dhe Italia dhe Greqia nuk kanë shpenzuar shumë në ato kohra sepse i mbulonte komplet flota gjashtë amerikane. Unë nuk kam lënë port. Pa shkuar. Unë jam përballë juve në vitet 1979, 1988, 9 vjet zbulimit strategjik të shtetit, nuk kam lënë port të Italisë. Në cilin vit je rekrutuar si pjesë e zbulimit? Sa mbarova shkollën e oficerave për zbulim? Po? Në cilin vit? Janar 1972. Mbaruat shkollën e lartë të oficerave? Dhe pastaj kaluam në shkollën e zbulimit lartë informativ ushtarak, po? Ku drejtori ishte legjenda e zbulimit Anor Sheti. 42 veta. 40 djem e 2 vajza. Unë dam në 5 drejtime, Greqi... E mendove mirë që do shkollë, do t'i shërbejë Shqipërisë në zbulim? Natyrisht, sepse kalojnë në filtr. Të punojnë në zbulim, u dishtë 3 muaj që ne verifikoheshim. Çfarë të verifikuan? Verifikuan përbërjen familjare, biografike, karaktere dhe vendosmërinë. 3 muaj në ishtë dispozicion. Pate në i gjë që ata e debatuan ose e sqaruan? Unë vjen nga familje tepër e pasur me tradita, luftarake pra dhe në kombin historikisht. Nga? Që nga Sorgjyshi. Nga jeni ju? Nga Gjyshi, nga Vranishi i Vlorës. Nga Vranishi. Dhe në shtëpinë time, në shtëpinë e babait tim, 17 ditë në operacionet dimrit ka qëndruar Hysti Kapua me Shefqet Peçi. Po pse qëndruan aty pikërisht aty? Sepse shtëpia jonë ndodhej në një vend shumë sigurt të Rozmalit dhe ishte një familje e vërtetuar që ishte shumë besnike. Zoti Limaj, ishit ju komunist? Çfarë? A ishit komunist? Do të tregoj me shumë qetësi. Kuadrët e zbulimit veçanërisht strategjik mund të kenë qenë afër partie, por detyra ishte adheu, siguria dhe mbrojtja dhe nuk merret fare parti. Ishte vetë pozicioni i tillë që aty ishte adheu, siguria dhe mbrojtja. Unë jam bërë vonë shumë antar i Partisë për Shqipërisë dhe jam shumë krenar se antarët e thjesht ishin një shumë ndershëm, por nuk mendoja kur parti. A besoj të komunizmi? As me këtë smerasha. Po kishe kështu idealizëm që ky komunizmi është i mirë? Apo ti kuptoj më mirë gjëra sepse kishe mundësi duke qenë se disa herë jetonit jashtë? Unë duke qenë se linda në vitin 1950 në fshat shkëlqyer, dhe kur pash asaj periudhe se si ai fshat u bë me drita, me ujë, me shkolla, me mjekësi, me qetësi, me stabilitet, detyrimisht shikoj një zhvillim të zakonshëm. Ku në Shqipëri u ngritën 500 fabrika dhe uzina, ku Shqipëria progrie që nga gjysmë feudale u bë vend industrial bujqësor. Pra unë shikoj një Shqipëri për horizonte, ku ato brigje të madhe fare dhe nuk bëja lufti, jo komunizmi, jo kapitalizmi. Ishte një çështje tjetër kjo. Ama Shqipëria po ishte. Shqipëria gaboi në 1978. Prishin me Kinën. Prishja me Kinën, siç e shikoni ju, ekonomia filloi rënjen dhe shteti kishte filluar luftën e brendshme me Mete Kadriufara dhe pastaj aftësia drejtuese e zhvillimit vende A dhe mbështetja jashtë ekonomike zero dhe drejt fundit shkoi drejt vdekjes ai sistem. Zoti Limaj, ju siç e thatë, Shqipëria ka qenë dhe ka bashkëpunuar me Jugosllavinë, Bashkimin Sovjetik dhe me Kinën. Me Jugosllavinë ju e shpjegohet shumë mirë dhe me Bashkimin Sovjetik që pas ka pasur plan edhe për të na sulmuar. Po momenti kur prish me Kinën, çfarë ndodhi? A ishte ky momenti më i dobët që ka ndodhur në ato 46 vjet? Fatkeqësisht marrëdhëniet me Kinën nuk thyen thjesht marrëdhënie ideologjike dhe solli pasojat e mëdha pasaj që voj Shqipëria. Ishte problemi ideologjik i botës tretë dhe qëndrimit e fatë, cilën
Unë e vlerësoj një vendim të nxituar, Të enveros. të udhëheqjes shqiptare, Pse i mban qikate të nxituar? të nxituar dhe jo shumë të studiuar për perspektivat e zhvillimit të Shqipërisë. Po pse e bërin, veri? Vetëmia mas 1978-ës Shqipërinë, si shua thash, e shkoi det rënimit. Dhe solli ato pasojë të mëdha që u përdor, po e theksoj prap, nga shërbimet e huaja të zbulimit, për të bërë atë dramë të viteve të 90 dhe pasaj që u vërtetua me 97 dhe 98. Nuk dua të zë fare Kizingeri, diplomati më i madh i botës sot shprehjen më të madhe. Henry Kissinger. Amerika nuk ka alat përjetshëm, ka interesa të përjetshme. Po të shikosh edhe marrëdhëniet e alatit ton historik strategjik me Amerikën, Amerika, për interesat e saja, në momentet saktuara, kanë zgjidhur probleme të mëdha në Shqipëri për pasojat që ka patur. Ndryshimi i sistemit politik në Shqipëri do të kërkoj ndjes. Jo këtu, do vim pak më vonë, po ju thatë një gjë shumë interesante, që me Kinën ekonomia dhe sistemi i regjimit po binte. Ju keni shkruar në libër se gjatë luftës së ftohtë Shqipëria kishte kërcënim edhe pse këta ishin aleat mëdhenj, Greqinë, Italinë, SHBA-n dhe Jugosllavinë. Përse, çfarë synonin këta? Derisa ne vazhdonim marrëdhënien me Jugosllavinë dhe Bashkimin Sovjetik, shteti shqiptar, Këshilli i Mbrojtjes, kishte përcaktuar shtete objekt zbulimi që bënin kërcënim për Shqipërinë, Greqinë, Italinë, NATO-n. Këto treja. Këto tre ka qenë deri në vitin 48. Çfarë synon te Greqia? Do të shpjegojte. Me prishjen e marrëdhënieve me Bashkimin Sovjetik, me Jugosllavinë, Këshilli i Mbrojtjes shtoi edhe Jugosllavinë, u bën shteti 4 zbulim. Me prishjen e Bashkimit Sovjetik, u bën 5 shtete objekt zbulimi. Pra, shteti shqiptar në shkollën e zbulimit të lartë përgatiste kuadrët e saj në 5 gjuhë për 5 shtetet të ndara: Greqi, Jugosllavi, Itali, NATO, Bashkimi Sovjetik. Bëshin gjuhë intensive dhe bëj përgatitje profesionale e veprimtarisë zbuluese. Ju çfarë gjuhë mësonit? E fillova me italisht. Në shkollë bashkuar? Po. Pastaj e bëra një kurs një veçar të zbulimit elektronik për anglisht. Dhe në vitin 1973, më thret drejtori i zbulimit në ndosheti me një tjetër më thot, me urdhë thon Madelianës, do shkoni për studime në Universitetin e Tiranës, histori e gjeografi turqisht. Herë e parë që hape dega turqisht. Po pse Turqia? Turqisht, po shpjegoj këtë të librin. Dhe unë i thash, zot drejtor, me italisht kemi shumë, ik për turqisht. Italisht me që ishe nga Vlora? Po. Dhe në atë grup ishte vajza Kristof Rasherit, Zana, klasë për mua, vajza Bujar Hoxhës në Vila, që janë për këtë fare. Në Vila Hoxha. Grupimi ka pasur klasë. Gruan që mori Shaban Morati, Dashuria. Dashuri ka mori ka ashtu. Stefani që bërë për këthysje gjusë turke, edhe një tjetër. 5 ata dhe 2 ushtarak, ne me uniformë civile. Pedagog kishim Shaban Shollakun mbaruar studime dhe Sofje për turkologji. Pse u hap turqishtja, them të unë? Turqia si ishte do bizbulimi. Në vitin 1972, oficerat tanë zbulimit të veshur me petku diplomatik në Ankara dhe në Istanbul u arrestuan. Sepse zbulimi turk kishte vërtetuar se këta kishte rekrutuar me origjinë shqiptare dhe kërkonin vendkomandat amerikane që po sistemoheshin në Turqi dhe kërkonin të dhëna për disa kuadro madhore turke, ushtargjeran që i bënin pjesë të tyre. Dhe arrestuan... Si zbuluan? Agentura turke, i di që hapa sa ventarina, shumë në dhjine ku do në gjithë, do kujtese ma shumë, dhe kryetari shoqatës turko-shqiptare në Ankara, janë 3 faqe në gazetë fare, gjë, u pushkatua, si agent i Shqipërisë. Si agent i Shqipërisë? Je kështë e them aty. Po, e kam lezuar, po. Ndërsa 2 të tjerë u dërnuar nga 6 vjetë. Kështu që në të kuadrë, duke qenë se neve atje për në digjeshin, doli urgjente që të përgatisë që kuadrë të rinj të zbulimit në gjuhë turke dhe në shuan Universitetin Turk. Dhe
Ajo mua më bëri që u të vazhdoja pastaj mbrapa diplomacinë ushtarake, si atashe ushtarake i parë i Shqipërisë Turqie. Jo, tani, ti ke qenë mbas 90-s aty, prill, rrim këtu një herë. Tani, a kishe ndonjë arsye të veçantë që të bësh pjesë e zbulimit se ti ke shërbyer si bie gati 20 vjet për regjimin komunist, nga 72-shit deri në 90. Po. Kishe ndonjë arsye të veçantë dhe e mendove mirë këtë që ishe përballë rrezikut? Kur rri vetëm edhe me ndonjëherë bisedoj ndonjëherë kaloj edhe morrnica këtu në trup. Jo se janë frikatësak, s'ka që frikatësak kur. Në Këshillin e Mbrojtjes të vitit 1975 dhjetor, diskutoi problemi që thash paron për hapjen e zbulimit strategjik mbrapa 10 armikut. Dhe komandanti i përgjithshëm Enver Hoxha thotë, duhet mendojmë mirë sepse bën kërcënim të rrezikshëm. Arrestimi i tyre jo vetëm ata si persona, por do na çojnë edhe neve pasojë të mëdha. Po? Ministri i Mbrojtjes erdhi Mehmet Shehu. Dhe drejtori i zbulimit ushtarak Kerem Osmani i çon platformën e hapjes këtij shërbimi. Po? Ai ja çoi e thot libri e Kerem Osmanit, ja hodhi mbi tavolinë dosjen kështu, nuk bësh shaka pa me këto punë tha. Dhe Kerem Osmani u kthye mbrapa zyrë, nuk e pranoi. Mas 5 ditësh libri i tij, po të Kerem Osmanit, e thret me Shehu, mbjema dosjen para thot. I çon dosjen. E bisedova me komandantin, po duhet shumë kujdes i madh. Do të verifikoni shumë mirë këto kuadro dhe veçanërisht familjet e tyre, sepse agjenturat e huaja mund të reportojnë. Është dokument. Dhe në këtë kuadër u zgjodh nipi Mehmet Shehut, djali Kushirit të parë, djali konsullit përgjithshëm në Stamboll, i zbulimit politik, edhe unë. Tre kuadrat e parë, që bërë gjithë shkollat. Dhe kur fillua ty, në 72-shin fillua ti ishte pjesë e zbulimit? Ne kemi jo isha i zbulimit unë. Po të vija në zbulimin e jashtëm. Po pra, cilin vit fillua ty? Në zbulimin e jashtëm, jashtërit kanë filluar prill 1979. 79. Dhe kanë mbaruar prill 1988, 9 vjet. 9 vjet. Ku shkua ty? Ku e kishit veprimtarinë tuaj? Objekti i kësaj detyre ishte që neve të lëviznim në Mesdhe dhe në detin e Zi, veçanërisht për të ndjekur veprimtarinë e forcave të armatosura të shtetëve të zbulimit, forcës detare dhe ajrore, dhe kërcënimi që i vjen në Shqipërisë, dhe shënimi i Hoxhës kështu. Po? Dua njoftim 24 orë para. Dhe ishin pajisura me transmetim sekret, me radio, dhe zhvilloheshin në këtë rrugë. Zbulimi agjentur elektronik. Që në atë kohë? U morën kinë. U morën kinë, aparatur? Kaq. Kaq, është sekret dhe kjo? E cila merrte komplet lëvizjet. Lëvizjen në gjithë portet, nga Spliti në Rijeka, nga Venecia Messina, nga Messina në Napoli, në Marseille të Francës dhe kryesore Malta, La Valletta. Zyrtarisht, çfarë ishit ju, do të them, formalisht? Unë e mrosha me detyra ndryshme, kryesisht ekonomist. Ekonomist ku? Në ambasadë? Me ato, jo, me ato vëndë një lëvizja. Unë isha në lëvizje, si në ambasadë. Ti ishe vetëm lëvizje, ishe biznesmen? Dhe lëvizja, dhe pasaj Greqinë. Nga Korinthi, Suda, Mezeu. 9 vjetë? Balqiku, ku vinte flota ruse nga Sevastopoli, dhe Varna, që kam shpëtuar në qime pa arrestuar, Konstanca dhe Danubi, dhe Danubi, ku në krahun e Danubit ishte komplet flota të ruse që kishin probleme. Dhe Rumania ishte bërë si pjesa ime e theja. Jo, ma trego këtë pjesën e Bullgarisë që doni të arrestoni. Po. Ishte 3 janar 1982. Varna është qytet i bukur, jeshil. Dhe ata hanë mish shumë dhe pinë vera. Dhe po lëvizja. Aty dhe mbrapa kisha ato që ishe me mua. Dhe duke afrotu fare, kuptova shumë mirë që ishte 2 civila, po që më ndiknin. Përgatitja e madhe e fushës zbulimi dhe eksperienca më kështë detyruar që të mos maja silolaps ku lëvizja, jo më në dokumente cila mua ta përdorin ata që mua të më qonë në atë fare. Para, absolutisht. Kishe pasaport diplomatike? Po, absolutisht, asgjë.
Dhe ata bën ato tentativa që mua të fare, dhe me dokumente fare dhe u detyruan që mua vetëm nuk shkela në Bullgari. Nuk shkela në Bullgari? Po mas 10 s'ke vajtur? Jo, s'ka vajtur Bullgari. S'ke vajtur Bullgari fare? Je kështu non grata atje? S'ka vajtur Bullgari. Po tani një pyetje kam unë, tani ti duke pasur pasaportë diplomatike të Shqipërisë, ti si u paraqitesh atyre? Ç'a ishe ti? Diplomat në Ministrinë e Punës të Jashtme të Shqipërisë. Po i bie me zdeut rreth rrotu? Nuk kam lënë se pa vajtur. Po si e përjetoi këtë? Jam shumë kurioz, si një agent sekret me detyra kaq madhore. Si menaxhoje emocionet, si menaxhoje frikën, si menaxhoje ore familjen, ç'a jetë bëje? Natyrisht që shokët e mi në Maqedoni dhe në Malezi që kam qenë kohët e fundit, shteti ka vendosur në periferit qyteteve me një vilë dyqashe dhe me Baçë dhe me Roje. Po? Nësa në Shqipëri s'do të fara njëri për neve, nuk ka rësi emrim. Unë se për shtetë shqiptarë, se për asë kemi shteteve. Unë flasë tani me juve dhe naturisht ju ndijej ato... është bërë një veprimtari jashtëzakonshme dhe për a rekrutuar. Vjeshin para në dispozicion që sidomos të marrë si njerë. Kanë bërë tentativa për të rekrutuar shërbimet e huaja. Kjo ka qenur edhe veprimtarinë e inteligjencës ushtarake në këtë fushë, po dhe ku kam qenë diplomat në Ankara. Shumë i fuqishme. Sepse unë isha në atashe ushtarake para Shqipërisë në kohën e luftave të Shqipërisë. Unë s'bëra jetë diplomatë, isha në luftë. Se Turqia u kthye mbrojtje e Shqipërisë dhe u menaxhoja gjithçka. Sa 97-a, 98-a luftë e Kosovës, po keni parasysh juve, shpunonte serbi, francezi, po Maqedonas. Kush ju ka ofruar? Po Maqedonas, janë të shqiptarë tërbuar. Kupton apo jo? Pra, sikur të shikoni mungesë karakteri që të masi pulset, ishte dy rrugë. Femrat dhe parat. Nuk u tundove asnjëherë? Shumë gjëra i din bashortja dhe njerëz ta fare. Po a përsëris, femrat dhe parat. Nuk u tunduat asnjëherë? Asnjëherë. Pse? Prandaj unë jam i vetmi që nga zbulu strategjik në periudhën e sistemit socialist, vazhdova diplomacinë ushtarake në ndryshim sistemit. U jam i vetmi. I vetmi, ja? I vetmi. Dhe kur ka thirrë Berisha mua, me Safet Xhulalin për të më emëruar, shkurtimisht më zurin gojë dy probleme. Edhe pse ka qenë antar i Partisë Punë Shqipërisë, tha Berisha. Me qëtësi, atë krau të ishte Adem Shobani, shef shtabi. Mande ishe këshirtar dhe shef shtabi, njëte nga afer, aje propozoi, edhe pse ka qenë zbulim strategjik jashtë shtetit, duke të vlerësuar, do të emrojmë shefin e degës bashkëpunimi Shqipëri, Turqi dhe Përgjithësi Gjysmë Turke në kabinetin e ministrit mbrojtjes Safet Xhulali. Safeti vinte nga Peshopia, çfarë mund drejtonte. Unë sa kisha marrë Akademinë në Istanbul, si jam i parë marrë Akademinë në Istanbulun. Dhe u ktheva, po ama isha shumë i lodhur, kisha menduar largohesha. Isha shumë i lodhur. Shqipëria po digjej. Ishe shumë i ri. Po Shqipëria po digjej. Çmë shëbëti, nuk erdhi demokracia në Shqipëri në rrugë demokratike me debat, me alternativa. Erdhi me luftë, me shkatërime. Pra vetë ardhja e ndryshimit të sistemit në Shqipëri nuk ka në rrugë demokratike, nuk ka në rrugë njerëzore, nuk ka në rrugë intelektuale. Po vranë dhe soptuan. Ju vëzërë Shqipëri, pandaj unë detyrimisht nuk e shkoj gjeve dhe time. Dhe i thash me qetësi, u jam krenar për të dy ato që thatë juve. Sepse para ishi njëzë vëndeshëm, dhe e dyta unë i kam shërbyer me jetë sigurisë dhe mërtis kombëtar të dheut. Nëse do punoni me mua në mënyrë barabartë, reciproke, mund të vazhdojnë të kundërt, ja pra do të shtu unë. Qa tha Berisha? Dhe Adem Shobani vërdojnë këtu. Adem Shobani vërdojnë këtu muajt, ja Berisha shtu. Dhe doli e mërimi fillova. Pasaje, do e mëroshin 3 atashet ushtarak të parja shtetit. Dhjetor, 1904. Ilia Vasho, shefishtaj përgjishëm. E mërot, përfaqësues jo një parë, partitet parë të Bruxelles, 3 parët, në Amerikë, kolonel Halil Kraja, shefi kabinetit e ministrit mbrojtjes, erdhi Turqia. Te Turqia, ta ku do emrojmë? Ilia Vasho, hajro limen, tha të kemi tafit, tha. Jo, tha të Xhulali. Më duhet ministriu, kam shumë domosdoshëm. Pse? Se partia që dhe jema di donde. Di dhe jema të shkanë qenur. Agim Baruti, general,
Hasan Bushati që u akuzua për lëndë kimike, koronel, futur njëzit, bësha të shërret, s'kam kërë dhe të shërshtarak. S'kam kërë, s'kur dhe të rohën. Dhe aty Berisha të në asë mënyrë, thotë. Turqia për neve shumë e rëndësishme, ai ka dhënë prova, ai atë shërshtarak, ai më drejt fare. Prandaj ke vlerësuar Berishën, se kemi qenë një emision bashkë. Ndaj. Po të kishe qenë, të kishe dorë nga... Edhe, unë tjetër punë, dhe fillova tjetër punë. Pra këto janë shkaqet e vazhdimësisë time. Por, atasheu ushtarak në një shtet tjetër është personalitet i akredituar si ambasadori. Konventa Vjenën sot atasheu ushtarak është përfaqësuesi forcat armatosura në shtetin akredituar dhe kryen detyrat e përfaqësisë forcat armatosura, detyrat informative, pra vazhdo këtë apo jo? Dhe të bashkëpunimit të mëtejshëm. Një pyetje kam. Ato 9 vite që ke qenë si zbulues jashtë Shqipërisë gjatë regjimit komunist, çfarë jete familjare bëhe? Se, do të thënë, familja ke pasur këtu, bashortën këtu, fëmijët, na tregohet atë historinë si u vure emrat fëmijë. Më 6 prill të vitit 1979, u isha në La Valletta në Mars. Dhe më njoftuan që lini vajza. Dhe që ande i dërgova me radiogram, emri vajzës të quhet Aurora. Pse? Do vetë dhe djalë do vitë të dyshë, djalë i kështu lidhur. Ndërsa... Jo, pse vure emrin Aurora? Darë të them, do janë lidhur me djalë prit. Ndërsa, në vitin 1982 isha në Napoli d'Italisë. Po? Dhe më njoftohen lindi djali, dërgova radiogrami të quhet Ardit. Pse? Pse janë emrat e 2 fëmijëve, Aurora dhe Ardit, të janë të lidhur drejt për drejt misionin tim. Wow! Në martë, kur kisha mundësi, lexoja libra në lidhje me zbulimin. Dhe midis të tjera kisha një libër ku flite për kryezorin e fuqishëm Aurora, rusin. Flotës ruse. Edhe ta ishin në kalat atje. Edhe pa shumë gjëra që u ndiqja flotë gjashtë amerikane, kur shkoi aeroplanmajset John Kennedy dhe me radhë, me 72 avion mi vete dhe raportoja urgjent me shifër ministre e mbotë, këto jo. Dhe ky që shkaku që u emrin tim Aurora. Po djalë Ardit. Po? Ishte mjergull në Napoli dhe zhvilloi stërvitje e NATO-s, ku ishte Italia. Dhe afro një kryezor i fuqishëm e kishte emrin Ardito, hoqja on dhe dërgoi emrin Ardit. Pra 2 emrat e fëmijëve të mi kanë lidhje në funksionin tim. Janë krenar ata për këtë punën tënde, apo të kanë thënë, babi, ti na ke vëshisuar jetën me këtë misionin tënd? Kur zhvilloi lufta civile në Shqipëri, 2007, unë më shumë rria në zyrë, shkoj do të shtëpi. Fatmirësi shteti turk që ka parë më hapi dyert, ambasadorëve mbyll dyert. Po themi trosh, ambasadorëve të mbylli urdhër Demireli, të cilët i di shumë i presidentit jon, sepse bëni politik partije jo shteti. Për shembull, ambasadori kishte Skënder Shkupi, merrej me kudër PS-s e Fatostano të shtypi turk, televizion turk. Dhe tha stop. Pra doli nga misioni. Unë mund të kisha rezervat e mia, po shava, unë ato do të largohem nga misioni që kamte. Nëse unë krya detyrën e shtetit, Shqipëria. Dhe ata u binën, prandaj mua më priset Demireli natën. Të kanë strehuar aty? Të kanë strehuar aty? Pastaj më priset Çileri, ministrat e mbrojtjes fotografi kur do. Dhe unë Çileri kam kuar natën dhe natën më priti. Dhe bëri deklarata fuqishme ku shpreh 3 herë, ku shpreh Shqipërinë, për sepse ti jesh në atashe ushtarak, po nuk je oficeri inteligjencë ushtarake je kot. Po nuk i njohë në mënyrën e vendit ku jetë, në mënyrë të shkëlqyer je kot. A ndikuat ju te kjo deklarata e Çillerit? Unë paraqita i thash zonja kryeministre. Pardje 900 trupa ushtarake të divizionit 8 Kryesores Janinës janë veshur me forma civile dhe kanë hyrë në jugun e Shqipërisë me flamë motivore e pirit. Ndërsa 1200 trupa janë në kufirin me Shqipërinë. Dje vajti zonës ministri jashtëm i Greqisë në jugun e saj. Amerika mbylli ambasadën. 2 helikoptere nga aeroplanmajtja John Kennedy erdhën sa 2 Kemal Safa dhe ambasada u largua. Shqipëria ka ngelur vetëm. Dhe ajo bëri deklarat? Dhe ajo sinjalit drejtorit përgjithshëm të zbulimit ushtarak, Qeti Saner, Gjerani Treuje, e kishte gruan në origjinë nga Shkodra, të vjetër, pra unë dija dhe kufutesha midis tyre.
Dhe po tha, ashtu është. Dhe ajo pasaj bërë deklarat 3 herë në një muaj ka bërë deklarat ajo. Të ndryshme. Larg duart në Shqipëri. Larg duart në Shqipëri dhe të mëteshëm dhe dërgoi 900 trupa ushtarake në Zallherë të forcave turke në kuadrin e operacionit Alba. Zoti Limaj, a e ndjerë në rrezik për jetën gjatë misioneve tuaja? Naturisht. A mund të tregoni? Ata që kanë dokumentin që futen në arshiva, të cilë kam dhe unë, kur hynë në arshiva e merr një person, janë disa fletë të cilë janë të kapur i s'hapen. Edhe sot. Po janë të pak nuk hapen. Nuk hapen? Jo, nuk letë do të njeri. Nuk letë do të njeri. Kuptona po janë? Po të vlerë kanë? Po, ato kanë vlera sepse, edhe pse kanë ndryshuar sistemi dhe ka shumë vjetë, aty janë shtete dhe emra personash direkt të cilët kryen konflikt. Tani, si mora unë informacione që Ministri i Mbrojtjes Greqisë jep këto urdhë divizion Janin. Po pse ky është informacioni klasit parë. Tani, ka emra atje. Pra, këtu ka përplesa të mëdha. Prandaj shumë oficerë tanë të veshur me petkull diplomatik jashtë shtetit, po, edhe sot nuk flasin dot. Ne kemi kuadër të shkëlqyer, Selim Malaj, ka qenë sekretari i dytë ku vendos marrëdhëniet diplomatike, po të libri 2 dhe kam të unë, në Itali, si fatë kishë ndarë, na jetë autopia. Ne kemi Nein Furgjiun, sekretarin e 2 në Romë, i cili ai ishte kryesori që i formonte për edhe grupin e Gjdet Mustafës. Ne kemi Klime Gekpristin, që ka qenë sekretari i parë, kur vendosa marrëdhëniet e para me Greqinë, që andaj pasaj shkojnë në Austri, që mbulonte Jugosllavin, që binin informacione, që i vini komandantet përgjithshëm dhe komandës përgjithshme, mi bazën e këtyre informacioneve ndërtoi strategjia e mbrojtjes dhe strukturë dhe organizimi i forcat armatose të Shqipërisë. Jo, ku ishit ju në rrezik, jeta juaj? Të thash, një herë në Rijeka, një herë në Varna. Mos them tjerat. Në Rijeka? Nuk duhet klasë. Ishit në rrezik jeta? Shpëtuat? Arrestimi. Shpëtuat falë çfarë? Falë vigjilencë dhe më shete një shoku të shkëlqyer. Më shpëtoi jetën. Shqiptar? Shqiptar. Më shpëtoi jetën. Nuk është problemi, do vejmë në Beograd, do bëj gjyqi, do dronesha unë. Tu problemi është e Shqipërisë. Më gëzove me këtë qëndrim. Se ai do thoshe për shkakun që filani zbulues ushtarak shqiptar, fillon fshetë, nuk problemi im, unë e dronesha. Kjo na ka mbajtur gjallë neve, që ne s'kemë menduar vetëm asaj. Prandaj mua në Turqi, ku në 97-ën ishte diel 8 u ngrit vajza nga gjumi. Dhe unë po ikja. Babi, ku po shkon? Babi, ne nuk kemi vetëm nevojë të vishemi mirë, të ushqemi mirë, duhet të dëgjojmë, duhet të marrëm dhe erën e trupit tënë dhe dëgjojmë edhe fjalët e tua. Në këtë pikpamje u kam lënë boshllok të madh në familje. Ke lënë boshllok? 9 vjet në atë periudhë, po dhe kur qesh atashe ushtarak në Turqi, rria shumë pak, sepse Shqipëria ishte në luftën e 97-s, Grushi ishte në 98-ën, lufta e Kosovës që bllokuan flotën ruse me Xhevitin në atë fara, ishte gjithë. Po mirë, vajza dhe djalë, po bashkëshortja juaj si quhet? Merdia Frashëri. Nga i fis. Nga fisi i Bitalit apo i Mediut? Fisi i Frashës, sa them Belia kur vajta unë fillova detyrën, në Ministrinë e Jashtme vieshin diplomatët dhe ishte emri im, pastaj ishte bashkëshortja, pastaj fëmijët dhe morën nga bursa. Tani që është duke na ndjekur bashkëshortja juaj, çfarë do t'i thuash sepse njeriu që ka sakrifikuar më shumë në jetën tuaj, besoj është bashkëshortja juaj. Edhe fëmijët. Edhe fëmijët, sigurisht. Ka pasur mungesë shpirtërore. Të cilat në forma të ndryshme shprehen tek ata sot. Shprehen ata sot? Nuk shprehen me gojë, shprehen në qendrim. Çfarë do t'i thosh? Prandaj nipi dhe mbesën i duan më të jashtëzakonshme. Kam parë që një gjysh super i lumturuar. Po çfarë do t'i thoshë bashkëshortës sot? Të faleminderit që më mbështetë për realizimin e misionit. Ja kam thënë. Për atë për Shqipërinë. Sigurinë e kombëtare, gjia me shtret vjet, të cilët edhe sot, unë kam patur mundësi të isha nga më të pasur në Shqipëri me ato mundësi që kanë ardhur. S'kam për kafe. Jo ndë? S'ka për kafe. Unë kam patur mundësi të shkoja në Amerikë, në Austri, kështu fare, dhe ku marrë misioni, më kërkone kolegët e mi. Unë nuk ika.
Unë nuk e përdora makinën CD, se përdora diplomat civil. U bë milioner dhe u arratisë natën edhe ikën në Amerikë. Po erdha në Shqipëri. Më thirrë për ministër brendshëm kur u vra Azem Hajdari. Nuk e pranova se zohet bëjë pjesë e politikës. Kur u ktheva në kabinet ministrit, do më mëron urgjentisht ata shoh ushtrak në Gjermani. Nuk pranova sepse unë pranoj detyra vetëm ku i bën të shkëlqyer. Do të thonë ti je një hero i gjallë. Aty ta kontet kujt. Publicitet dhe kthehemi sërish me këtë rrëfim të jashtëzakonshëm të aerolimat. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit i reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe me njëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja. Faleminderit edhe një herë, faleminderit MoneyGram Akinvest, si sponsor gjeneral i emisionit Dakar këtu në Dritare TV, me sloganin transfero shpejt, gjithmonë më shpejt kudo dhe kurdo. Mos harroni gjithmonë me MoneyGram transferoni para tuaja, sidomos ju shqiptarë të diasporës, nuk do zgjenjeni kur. Zoti Limaj, keni shkruar në libër se më 15 janar 1962 u ndalua në Itali Cocho Calcio, zëvendës drejtori i zbulimit ushtarak të Ministrisë së Mbrojtjes, por u lirua fal imunitet diplomatik dhe u kthye në Shqipëri. Si ndodhi kjo ngjarje? Në gusht të vitit 1949, u rivendosën marrëdhënie diplomatike Shqipëri-Greqi. Dhe personeli i ambasadës do e mbrojshë 9 veta. Ja shuan Enver Hoxhës dhe Enver Hoxha vuri shënimin. 4 veta të jenë oficerët e zbulimit shqiptar. Dhe u zgjodhen. Cocho Calcio është një nga legjendët e zbulimit. Dhe masi kishte qenë në degën e zbulimit agjenturor. Nga ishte? Nga Korça. Korça, po? Masi kishte qenë oficer i zbulimit agjenturor, degën e zbulimit që drejtoi nga Xenofor Nushi. Xenofor Nushi i zbulimit tonë, që bëhet diplomat, e kanë libër. Masi andon shit e kaloi nga shefi i degës zbulimit agjenturor, zëvendës drejtori i zbulimit, po? Cocho Calcio u bë shefi i degës së zbulimit dhe kur u bashkua gabimisht, dhe them do të fare unë, në vitin 1966, që jap aty unë debatet në byron politike dhe në Këshillin e Mbrojtjes për vlerat e zbulimeve të Shqipërisë, dhe me Sheu propozon që të bashkohet dega e zbulimit agjenturor të Ministrisë së Mbrojtjes me drejtorinë e tretë të Ministrisë së Punëve Brendshme, që quhet drejtori politik në drejtori vetme, Cocho Calcio ku bashkuan, shkoi nga zëvendëtor, shkoi zëvendës drejtori i zbulimit politik, po mulonte zbulimin agjenturor ushtarak e shtetit. Po pse u ndalua në Itali? Dhe emërohet sekretari dytë herën e parë. Në ambasadë? Në ambasadë. Në Itali? Po. Në Romë? Kthehet në Shqipëri dhe pastaj emërohet sekretari parë. Pa të dy herë ai. Dhe kishte krijuar rrjetin e tij në vazhdim të bashkëpunëtorit të pashëm të marrësh informacione konfidenciale. Atëherë thuaj agjentura, ne themi sot bashkëpunëtorët të dhanë konfidenciale, zhvillimit të inteligjencës diplomatike, themi sot, pra ja zhvillohet terminologjitë. Dhe shërbimi sekret italian e ndiqte kishte rënë herë që ky fotografonte, kishte marrë dhënën e fare, në një moment që ai po kryente një mision fare, policia arrestoi. Arrestuan. Më 15 janar 62. Është i fotografuar, i kam të libri 2, do të libri 2 i fotografuar, dhe çojnë me policë dhe fare dhe ai paraqet dokumenti po konvent dhe vjen shpëtoi. Në Grata dhe e si në Shqipëri. U soll Shqipëri. Qanë dhe pastaj shkoi këshilltari i ambasadës në Rumani, mulon dhe zbulimin ushtarak për vendin e lindjes. Dhe fatkeqësisht fushata që u hap kundër grupit fuqistë të Mehmet Sheut, u arrestua drejtori i zbulimit që pa të drejtuar në shetin legjendën e zbulimit dhe e kthej nga Bullgari, nga Rumania atë, e pleshton edhe nga partia në Luxemburg, çfarë akuze? Ke sjell literaturë masive të huaj
në dispozicion të drejtorisë zbulimit ushtarak, e cila e ka përdorur për të futur ideologjinë e atyre shteteve në ushtri. Që ishte Për kaq gjë. Po fat me kaq vetëm. Ndërsa zbuluesi më me emër që ka ngjerë në histori zbuluese është Bekir Aliaj. Sheme Beqiri? Sheme Beqiri. I quajtur edhe si agenti 007 i Enver Hoxhës? E ka vënë Hoxha atë. Pse? Ky ishte një djalë i ri. Dhe kur hapa ambasada për herë të parë, ishte 4 veta, ishte ky sekretari i parë. Në Itali gjithmonë. Në Itali, Ezmer, me nuset bukur me një vajzë. Dhe mas 2-3 muaj që u sistemuar në ambasadë, dilte shikonte vendet e Ministrisë Mbrojtjes, Ministrisë Fjalës së Brendshme, kuadro kryesor. Dhe i bie se një ushtarak madhor shumë i pamshëm. Dhe ndiqen në distancë. Në një lokal e shikon ai me një femër, verifikon Miss 48-a. Miss Italisë në vitin 48. Miss. Shumë e bukur, shumë e pamshme. Dhe kya, një ditë, u vetë afër e prosit një